تتقطع وسيوفنا من نبضهم تتقطع جاهد بنفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimi dhe lavdrimi takon vetëm Allahut subhanahu wa taala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, ndërsa salavat dhe selame që dërgojmë zotërisë së pejgamberit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij fisnike, shokëve të tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Aja e cila na ka mbetur në vazhdim për javës kaluar në shpjegim të nifakut dhe llojeve të nifakut. E treta e cila kemi thënë se do ta përmendim sot dhe do ta bisedojmë këtu së bashku është se edhe lloji i tretë i nifakut, e që është nifaku në mëkate, nifaku duke i bë gjuna Allah subhanahu wa taala. Duhet ditur se gjunahet të cilat i bën robi ato vetëm se e mbjellin në zemrën e robit nifakun. Gjunahet të cilat i bën ti çdo ditë, është fjala për të gjunahet të cilat i bën pa u penduar te Allah subhanahu wa taala, ato gjunahe vetëm se mbin te robi nifak. Edhe mbushin zemrën e tij me nifak derisa të vuloset pe anës Allah subhanahu wa taala. Gjithsej në thelet e cilën e kanë përmend dietarët është se ai i cili vazhdon të ecë në nifakun e mëkateve duke bërë nifak Allah subhanahu wa taala në mëkate, e shumta e rasteve që mundet me pasu ky djalë apo ky person, ky rob, është që ky me dalin edhe në nifakun e kufrit, Allahu na ruaj prej tina. Edhe kjo është diçka e vërtetë e cila ndodh te shumë njerëz. Kjo është diçka e cila ndodh tek shumë njerëz ku ata vazhdojnë me bën nifak Allahu subhanahu wa taala në mëkate, duke i bërë gjuna Allahu subhanahu wa taala, pastaj duke mos bë pendim nga këto mëkate, kalojnë tek nifaku në kufër. Një transmetim të cilin e përmend edhe autori i librit është se vazhdimi i robit në mëkate të vogla e çon ato drejt mëkateve të mëdha. Pastaj vazhdimi i robit në mëkate të mëdha e çon ato drejt rrugë e cila e çon në kufër dhe shirk Allah subhanahu wa taala. Allahu na ruaj nga kjo. Thumma kana aqibatu alladhina asa'u as-su'a an kadhabu bi ayati Allahi wa kanu biha yastahzi'un, fa Allah subhanahu wa taala në Kur'an. Pastaj përfundimi i atyre të cilëve kanë bërë vepra të këqija është edhe më i keq se kjo. Përfundimi i atyre të cilëve kanë bërë vepra të këqija është edhe më i keq se kjo, sepse ata i kanë përgënjeshtruar ajetet e Allahut subhanahu wa taala edhe kanë vazhduar me utall me to. Sepse një person i cili mbin nifakun në zemrën e tina, te ai nuk ka dobi e vërteta, edhe te ai nuk lën shenja e vërteta, por vetëm se ka me shkutu ju vëllo zemrën e tina në rrugën e kot, Allahu na ruaj nga kjo. Prandaj shumë prej njerëzve të cilët tallën me fenë Allahu subhanahu wa taala, apo i përgënjeshtrojnë ajetet e Allahu subhanahu wa taala edhe e nveshin të vërtetën me të kotë, ja nveshin të vërtetën të kotën e tyre, duke u argumentuar me argumente të kota, e shohim se piknisja e kësaj rruge është vetëm se ata kanë filluar mas pari me bën nifak në gjunahe të vogla, pastaj vazhdimi në këto e ka thënë që ata me bën nifak në gjunahe të mëdha, e derisa kanë dalë tek nifaku i kufrit dhe nifaku i shirkut, e që i ka bërë ata që me utall me ajetet e Allahut subhanahu wa taala edhe mos me pranu të vërtetën, apo nëse japë njerëzve të dijes, me janë vesh njerëzve të vërtetën me të kotën. Allahu na ruaj prej kësaj. Prandaj kur ju thuhet njerëzve në ditën e gjykimit, "Masa lakakum fi sakar", çka ju ka bërë juve që ju më kom pe banorëve të xhenemit, një prej dyre të xhenemit, Allahu subhanahu wa taala ka thënë me sakar. Thotë çka ju ka bërë juve që më konën këtu, thotë qalu lam nakum min al-musallin, thotë na ina kom për aty që nuk e kena fal namazin. Wa lam nakun nut'imu al-miskin, edhe ina kom për aty që nuk i kena ndihmuar ata të cilët kanë nevojë. I kena përbuz ata të cilët kanë nevojë, i na tall me ata të cilët kanë nevojë. Wa kunna nakhudhu ma'al khalidin, edhe na ina përzi edhe kena bërë debate të kota me njerëzit. Hadithin të cilën e kena përmendur deri në kaluar se pe shenjave të munafikut, pe cilësive të munafikut ose edhe kur do me bë debat, ai vetëm se shpërthen. Edhe merr pjesë në debate të kota, debate të cilat
nuk ka dobi as ky as me atë të cilin i debaton, sepse esenca e debatit vëllezër është me atë debat me arrit e vërteta, edhe jo në fund debatit në thonë unë e mujta këta ose ajo mujti mua. Por se në fund debatit është që të dytë të cilët janë të debatu ose ai grup të cilin jetë të debatu në fund me dalë e vërteta dhe me u pranu e vërteta, edhe jo me bu tifozrime debate që unë e fitova e mujta pata argumente më shumë, pata i thash to, ja thash to, apo këtë laf që ja thash, me qëto që ja thash, apo me të pafjo, këto janë shenja që të cilat debati nuk u kun efektiv, edhe pjasi debati nuk ka posë në dobi. Wa kunna nukadhibu bi yawmiddin. Edhe thonë se na i nakon për atyre që nuk e kena besu ditën e gjykimit, nuk e kena besu që kena me dojtë para Allah subhanahu wa taala dhe kena përgjinështu këto, hatta atana al-yakin, por derisa neve na ka ardhur vdekja edhe na ka çartuar kjo. E gjithë kjo ka ardhur kur njerëzit kanë filluar për me bëj gjina Allah subhanahu wa taala, për me i lënë disa prej farzave që Allah subhanahu wa taala i ka obliguar ata. Por se lënia e farzave nuk vjen automatikisht, nuk vjen rastësisht. Por se për me lënë robin i farz të Allah subhanahu wa taala, ai më pari ka me fillu me lënë disa sunete, disa nafile. Kur fillon ti me lënë disa nafile, ki me arritë ajo dhe me lënë edhe farzën. Sepse tha Allah subhanahu wa taala në hadithin kutsi, vazhdon robi mu afru te one me nafile, vazhdon robi me ju rrit grada e tina, edhe mu afru te Allah subhanahu wa taala duke bën nafile. Pse nuk e ka përmend Allah subhanahu wa taala me farzë? Sepse farzët ti i ki obligim. Nëse e le fardhin del për fejet, nëse e le namazin ke dal për fejet, nëse e ke lënë agjerimin, nëse e ke lënë zakatin, këto janë fardhe të cilat ti dush me i bu, por se me plotësue peshorën tonë, mizanin tonë te Allah subhanahu wa taala, për me i shtu veprat e tua, dush me i shtu ato duke bu vepra vullnetare, duke bu vepra të mira. Prandaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot iyakum, thot keni kujdes për gjunoheve të vogla. Sepse shumë për njerëzve gjunoheve të vogla nuk i kushtojnë rëndësi. Ajte që kjo është i vogël, ajte pse e bëjnë shikim në haram, pse e bëjnë një bisedë në haram, pse e bëjnë një dëgjim në haram, nuk është kushto. Thot pejgamberi alajhissalam thot keni kujdes për gjunoheve të vogla, sepse thot ato grumbullohen në zemrën e robit derisa ta ngurcojnë zemrën e robit. Është e njëjta sikur na tash me dosh me koll një zjarm. Edhe për me koll të zjarm, secili për neve kena me bënë një marrëveshje se me pru diçka. Dikush i bjen dodru, dikush bjen diçka, derisa ta grumbulloj për me kollë të zjarm. Njëjtë është edhe me gjinohet e vogla. Nëse i bëjnë gjinohet e vogla, fato fillojnë edhe lojnë pika 10, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith se në gjinat të cilën e bën robi i Ademit, ai vetëm se lën pikë zezë, njoll zezë në zemrën e tina, derisa të pendohet edhe ta largon atë njoll zezë. E njëjta është kur ti fillon me bëj gjinohe dhe nuk pendohesh prej tyre, nuk pendohesh prej tyre, si vetëm se ki me bë zemrën tonë edhe ka me të ngurtu zemrën ty Allah na rrit prej kësajna. Këshillën të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dha Aisha radhiyallahu anha thotë se ki kujdes o Aisha prej gjinoheve të cilave nuk ju kushton ju rëndësi, sepse Allah subhanahu wa taala ato që e kërkon prej robërve është që ata me i lënë gjinohet e vogla. Pse me i lënë gjinohet e vogla edhe nuk e përmend me që ti me i lënë gjinohet e mëdha? Nuk mundet dikush, një person i cili është për atyre që adhuron Allah subhanahu wa taala. E pastaj sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ka frikë në Allahun subhanahu wa taala, edhe ka të ecë, edhe ka të fol, ai nuk mund të bëjë gjëna të mëdha para se me fillu me gjënohet të vogla. Para se ti me fillu me gjënohet të vogla me i shpërfill ato dhe mos me u zvoglu në synin tan, nuk mundesh me arritë të gjënohi i madh. Apo para se ti me fillu me marr me fjalë të kota, me thashë theme, nuk mundesh me arritë deri te fjalët e kufrit atje. Por se kemi fillu me diçka e vogël, duke ngurtuar zemrën tonë deri të mrishte ajo më e madhe Allah në rrugë prej sajna. Prandaj edhe besimtari kur fillon me bë vepra të mira, fillon për atyre më të vogla të cilat janë më të lehta. Prandaj ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith se vepra më e mirë te Allah subhanahu wa taala është ajo e cila është e pak, por se është e vazhdueshme. Ajo të cilën e përmend dietarët rreth mëkateve është se la tahqiranna min adh-dhunubi saghira. Thot mos e nënshmoni, mos e shpërfillni asnjë mëkat vogël, inna saghira gadan yaudu kabira, sepse çaj mëkati i vogël nesër kthehet i madh.
Kthehemi te transmetimi ibn Abbasit kur thotë se vazhdimi i robit në rrugën me gjinohet vogla e çon ato që ai me bu gjinohet mëdha. Pastaj vazhdimi i rrugën me gjinohet mëdha e çon që besimtari robi me shku edhe te rruga e cila e çon kufër edhe në shirk. Fasal hidayataka al-ilaha bi niyyatin fakafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Do të autori thotë në poezitë e tij ka shkruar thotë se andaj për me u largu prej këtyre gjinoheve duhet çdo herë me kërku prej Allahut subhanahu wa taala udhëzim me sinqeritet. Me kërku prej Allahut subhanahu wa taala udhëzim në jetën tënde të pastër, sepse nuk ka tjetër i cili të mjafton ty për udhëzues edhe për ndihmëtar në rrugën tënde, por është Allahu subhanahu wa taala. Wa dhanbu fi nafsihi gjinohi edhe në vetën e tina, edhe nëse është i vogël, ai vetëm se besimtari duhet me pas kujdes për një që mos me ran to. Shumë prej gjinoheve sot ndoshta veç kur dolin prej shtëpisë. Momenti që dolin prej shtëpisë kena me bëni gjina, sepse sidomos tash sezoni e verës për me urrit besimtari është diçka prej musibeteve më të mëdha, sepse momenti që kimë dal në rrugë kimë një muzikë nat. Momenti që kimë dal në rrugë kimë pa diçka që nuk mundesh me paramendua atë as në veten tonë as shpirtin tonë. Por se përveç kësajna, këto kur dolin në rrugë pedina, por se ajo e cila shumë prej njerëzve bin këta, është që nuk i kushtoj rëndësia asajna se çka po këshyrin telefonat e tyre. është shumë e lehtë që ti me bu vetëm një tepur me kalu, po se nëse aty ki me po diçka prej ndalume. Nëse aty ki me dëgju diçka prej ndalume. Nëse aty ki me dëgju diçka të kot, edhe kjo është prej gjinave që lënë dhërmë ato. Prandaj çdo herë, çdo namaz duhesh me kërku falje prej Allahut subhanahu wa taala, edhe me bu pendim, edhe me bu pendim për gjinave të cilat jetu i bu Allahu subhanahu wa taala pa ndal për ato të cilat ti i din, edhe për ato të cilat nuk i din, sepse na mundna me bu gjinave pa qëllimin ton, na bëjnë gjinave pa vetdijen ton. Por se duhet çdo herë me kërku për Allah subhanahu wa taala që Allahu më na ruaj për çdo fitnë e hapur apo për çdo fitnë të fshehtë. Allah subhanahu wa taala më na ruaj neve gjinat të cilat e kena të hapura, edhe më na fal gjinat të cilat na i bëjnë fshehtësinë tonë. Edhe Allah subhanahu wa taala më na fal mëkatet të cilat ne kena bëu me qëllim, edhe mëkatet të cilat i kena bëu pa qëllim. Një prej duave më të rëndësishme që e ka bëu vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shpesh herë kur ai ishte në namaz, ka bëu duan që Allah më ruaj për çdo fjalë e cila më çon kufër dhe shirk, fjalë të cilën e thon me dije apo pa vedije. Kjo ndoshta është vetëm një rresh, është vetëm një dua shumë e thjeshtë, janë vetëm disa fjalë, por se e ka rëndësi shumë të madhe që Allah subhanahu wa taala me t'i fal ty. Se nëse Allah subhanahu wa taala të ka fal ti çdo fjalë që ne ke bëu, çdo vepër, çdo mëkat që ne ke bëu ti, atëherë nuk ka gjë tjetër që vjen në fund sajna, vetëm se vjen shpërblimi tina prej Allahut ta xheneti, Allah na bëf prej tina. Prandaj thot Sa'd al-Khudri radhiyallahu ai ka qenë prej tabiinëve kur thot se innakum ta'amaluna 'amalan la hiya adaqqu fi a'yunikum min ash-shar, thot ju vetëm se mundi me bëni vepër apo mundi me konsideru një vepër cila është edhe më e lehtë se sa një kokër e elbit apo një kokër e grun që është shumë e vogël, por se dijeni se në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çat vepër ç'është thjesht, çat vepër ka shtet na vetëm se e kena konsideruar ato për mëkateve të mëdha, Allah na ruaj prej kësaj. Prandaj kemi pasur shumë njerëz të cilët mirën me gënjeshtër. Shumë njerëz të cilët mirën me thashë theme. Shumë njerëz të cilët mirën me fjalë kota, me fjalë bushe, që pas ata kur janë në vetmi nuk e ruajnë veten për Allah subhanahu wa taala. Sepse devotshmëria e vërtetë nuk është se ti tash ato para juve unë më kallëdoj devotshëm ose më kallëdoj modest. Më kallëdoj për atyre që e kanë frikë Allah subhanahu wa taala apo nuk e kanë. Nuk është devotshmëri që unë para juve më kallëdoj se valla sot 1000 herë kum bëu astaghfirullah ose më kallëdoj se sa herë ti sa faqe i ke lexuar Kur'an, se sa faqe i din përmend. Nuk është devotshmëria kjo. Por se devotshmëria e vërtetë është se ti kur je në vetmi me Allah subhanahu wa taala, aty më urrit mëkateve. Kur je në vetmi, kur je veç ti, edhe nuk është të pa kërkush për njerëzve. Edhe që veç Allah subhanahu wa taala, çatëherë është ti më urrit prej mëkateve, mos më i bëu mëkat Allah subhanahu wa taala. Kjo është devotshmëria e vërtetë. Prandaj shumë prej njerëzve apo prej atyre të cilët janë krye familjar nuk i kushtojnë rëndësi se çfarë po shikojnë familjet e tyre në televizorat, në shtëpinë e tyre. Seriale të ndryshme, filma të ndryshëm, reklama të ndryshme të cilat çdo njëri ka gjinohe më shumë se tjetri. Ti nuk e ke sot një reklamë e cila del ty në televizorin të në shtëpinë tonë para familjarëve të, e cila nuk ka muzikë, apo e cila nuk ka zhveshje, apo e cila nuk përmban fjalë të kota ose fjalë të cila nuk duhet besimtarin me i përmend as për hajgare, apo seriale të ndryshme ku nuk përfaqet prostitucioni, apo seriale të ndryshme ku nuk i më pas zhveshje të grave të ndryshme aty. Të gjitha këto lojnë që ti mos me pasën bereqet, atëherë
nuk dush me vetën sepse nuk po kam bereqet të shtëpia, ose pse nuk po ngon fëmia, ose pse nuk po ngon gruaja, se nuk i të i kushtu rëndësi ato se çka po i shfaqet atyre në shtëpiat e tyre. Nuk i të i kushtu rëndësi ato se çka e ke lënë ti prezant te familja jote. Prandaj duhet me i kushtu shumë rëndësi që tyre mëkateve të cilat na nuk i kushtojnë shumë rëndësi. Duhet me u kon shumë i kujdesshëm te çdo mëkatet e vogla që ndoshta nganjëherë edhe na ikin prej mendjes, sepse mëkatin të cilin e bëri ajo gruaja që e përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith se ka me hini gru në xhehenem vetëm se nuk i ka dhon ujin i macës atje. Nuk i ka dhon ujin i macës atje, apo e ka mbajt mbyllat macën atje dhe e ka maltretu, ka me hyje ka Allah subhanahu ka me bota për banorët e xhehenemit. Në komentimin e hadithit kena dhe pas se kjo gru masanina o kumpër atyre që ka vepruar veprat kufrit dhe shirkut, sepse nuk është e udhë që Allah subhanahu ndikon që një gru e cila ka bë adhurim Allahun për një vepër ka me shtinë në xhenem, por se kjo vepër e vogël e thjesht e ka bërë që me ju volos zemra sajna edhe me shku ato edhe me bë ata për banorët e xhenemit, Allahu na ruaj prej tij. Prandaj bala man kasaba sayi'atan wa hatat bihi khatiyatuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Gjithsesi ata të cilët bojnë mëkate, gjithsesi ata të cilët bojnë gjinohe çdo herë, apo bojnë keq çdo herë, apo edhe e vërshojnë gabimet ato pa ndal, vetëm se ata kanë mëkuar për banorët e xhenemit, hum fiha khalidun, ku kanë me qëndruar ata. Çka thonë autorët? Çka thonë komentatorët e ajeteve kanore në lidhje me këtë? Thotë Ibn Abbasi bala man kasaba sayyatan. Padyshim se ai i cili bën keq vetëm se ka me bën një vepër për vepra e cila është kufër, ose ka me bën një vepër për vepra e cila është shirk, ose ka me bën një vepër për vepra e cila është nifak, që Allah subhanahu me e përmend në këtë hadith, në këtë ajet. Dhe thotë ka ndërsa thotë Ibn Abi Hatim se ai i cili bëhet për atyre që bën vepra të këqija çdo herë, vetëm se kanë me qufto që me bëu vepra të kufrit një ditë për ditëve. Ai i cili e mëson vetën e tij me bëu mëkate, vetëm se ka me qenë një ditë për ditëve që ky me bëu vepra të shirk, Allahu na ruaj prej kësaj. Ndërsa Haseni thot në lidhje me këtë hadith, thot bala man kasaba sayyatan është fjala për të ai i cili bën vepra të kufrit, sayyatan është ai i cili bën vepra për gjinoheve të mëdha, edhe sayyatan është ai i cili bën vepra për të cilave nuk bën pendim masanena. Wa hatat bihi khatiyatuhu, apo ato të cilën e vërshojnë gabime çdo herë, është se ai këto gabime, këto vepra qofshin ato për nifakut, apo qofshin ato për mëkateve të vogla, apo për mëkateve të mëdha, apo qofshin ato për kufriateve të ndryshme, vetëm se i ka bu me zemrën e tina. Thot Ameshi Rabia bin Khaythami në lidhje me këtë ajet, wa hatat bihi khatiyatuhu, ato të cilën e vërshtojnë gabime çdo herë, është ai person i cili vazhdon me bën mëkate, edhe për mëkate të cilat ai nuk pendohet asnjëherë te Allah subhanahu wa taala. Dhe thot Abu Aliya wa hadha bi khatiyatuhu, thot ai i cili e ka vërshu veten e vet, e ka vërshu zemrën e vet në mëkate të mëdha dhe është zhyt në to, edhe nuk gjen më rrugë dalje. Pse? Sepse Allah subhanahu wa taala ja ka vëlu zemrën tina. Ja ka vëlu zemrën sepse hadithin të cilin e kemi përmendur ndoshta shumë herë të vazhdon robi me gëny derisa të shkruhet te Allah subhanahu wa taala gënjeshtar. Çu shkruhet robi te Allah subhanahu wa taala gënjeshtar, i voloset zemra tina dhe më Allahu nuk shikon zemrën e tina. Edhe vetëm sa ti i smu zemra e tij. Prandaj edhe ai i cili vazhdon me bën nifak çdo herë në vepra ose vazhdon me fol fjalë kufrit, Allah subhanahu wa taala një ditë për ditë kur ti mushet tina zemra dhe i ngurtohet zemra tina, vetëm se ka me volu zemra tina. Ja alladhina amanu atiu Allah wa atiu rasul wa la tubtilu a'malakum. O ju të cilët keni besuar, o ju të cilët keni pranuar Allah subhanahu wa taala për Zot juve, o ju të cilët e keni pranuar ditën e gjykimit, o ju të cilët i bindeni pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të thotë e pasoni sunetin e tina, mos i shkatroni veprat e juve. Mos i shkatroni veprat e juve, çish i shkatron robi veprat e tina, veprat e cilat i ke bërë mira, namazin tënd të cilin e bën, agjërimin tënd të cilin e bën, zakatin të cilin po e jep, apo dikush për neve i cili ka bërë edhe haxh, apo çfarë do vepër të cilën ti e bën, e cila është vepër që të afron ty te Allahu subhanahu wa taala, çysh e shkatron robi atë vepër kur vazhdon edhe bën mëkate në fenë Allahu subhanahu wa taala, për mëkate për të cilat ai asnjëherë
ai asnjëherë nuk kërkon falje. Prandaj thot Allahu subhanahu ja ayyuhal ladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. O ju të cilët keni besuar, mos e ngritni zonën e ju më lart se zoni i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka thonë dietarët në lidhje me këtë? Në lidhje se në sunet të cilën ka urdhëruar pejgamberi sa me veprutje ato, me buti ato, më thonë çi kjo shumë e rëndë. Veç me thonë që është që kjo shumë rëndë, është ti jetu e ngrit zonin mbi sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ja ju ledina amanu. O ju të cilët keni besuar, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Mos e ngritni zonën e ju më lart se zoni i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj nëse dojna që më kom për atyre njerëz që Allah subhanahu wa taala na falë dhe na mëshiron, thotë Amr ibn As në hadith të cilën përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se arhamu turhamu. Mëshironi të tjerët nëse doni që Allah subhanahu wa taala më ju mëshiru juve. Waghfiru yaghfirullahu lakum. Edhe falni të tjerët. Falni të tjerët nëse dëshironi që Allah subhanahu wa taala më ju fal juve. Edhe mos u bëni për atyre të cilët mirën çdo herë me llafe koti. Mos u bëni për atyre të cilët mirën çdo herë. Çdo herë me fjalë boshe, edhe për fjalë të tjera ju vetëm se e dini janë kohë, por se e mbushni zemrën juve duke u marrë me to. Dërsa Aziz bin Abi Darda thot se a'udhu billahi min ghizati billah wa min maqami ala ma'asi Allah. Min ghirrati billah. Thot e kërkoj mbrojtje prej Allah subhanahu wa taala prej asaj pozite ku un jam duke i bë mëkate Allah subhanahu wa taala. Kërkoj mbrojtje që Allahu më mbrojë në çet pozitë kur jam unë, që mos më marr shpirtin. Mos më marr Allah subhanahu wa taala shpirtin tem në qëtë kohë, që saj periude, kur jam duke i mëkatu atina. Por se lësë Allah s.a. që më mbrojt muë në këto momente. Ndërsa thot Omer ibn Hatabi, ai të cilën në historinë të cilën e dini ju të gjithë, që nuk ka pas njeri, nuk ka pas përsavi më të devotshëm pas Ebu Bekr radhiyallahu anhu se Omer ibn Hatabi thot se kërkoj mbrojtje prej Allah subhanahu wa taala që mos të jem prej atyre që kur këshilloj me mendjemallësi, sepse mendjemallësia është prej veprave që e shkatron zemrën, edhe mendjemallësia është prej veprave të cilat e çojnë robën që ai mukon prej munafikave. Allahu na ruaj prej kësajna. Atë shumë që kanë pasur, nëse shikojna historinë e sahabëve, atë shumë që ata kanë pasur frikë që mos më kon për atyre që janë munafika, ose mos më kon për atyre që binë në fakt, kanë vazhduar ndonjëherë për herë me bu dua që sikur të isha dru, mos isha njëri që mos të kishte gjykuar Allah subhanahu për veprat që i kumbue. Transmetohet në hadith në transmetimin e Omer ibn Hatabi thotë sikur të isha kon diçka për baktive. Sikur të shakon nga baktive që ka qenë transmetim se në ditën e gjykimit çdo bakti jep llogari për pronorin që i ka bërë padrejti ose e ka kshyer mirë, pastaj Allah subhanahu wa taala këto i bën dhë, edhe këto nuk edhe për këtë nuk ka problem ose dënim. I bën dhë thotë sikur të shakon prej baktive diçka apo të shakon prej gurve apo të shakon prej lisave që mos të merrte Allah subhanahu wa taala mund llogari për veprat që i kanë bërë. E mos gjykohen për fjalët e tilla që i kanë thonë, e mos gjykohen për ato se çka kanë dëgjuar. E mos gjykohen për Allah subhanahu wa taala për syri se shom ka po mua, por ti për atyre që janë të lirë, edhe Allah subhanahu wa taala nuk i merr llogari këta, Allahu na ruaj prej kësajna. Thot Allah subhanahu wa taala në Kur'an: "Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa nadharhum fi tughyanihim ya'mahun." Thot na vetëm se atyre njerëzve kena të cilët e vazhdojnë vetën e tyre në mëkat me Allah subhanahu wa taala, na vetëm se kena më arrotullu zemrat atyre, edhe kena më arrotullu shikimin atyre ashtu sikur se ata nuk e besuan Kur'anin. Ashtu sikur se ata vazhdojnë me përgjinjështu Kur'anin, edhe vazhdojnë me bëu punë e cila punë për të cilave e çojnë robën në kufër, punë për të cilave e çojnë robën e pas përfundimin në xhehenemin e Allah subhanahu wa taala, edhe për atyre njerëz të cilët kanë vetëm se kanë mbredh, edhe kanë vazhduar me fol fjalë të kota, edhe kanë vazhduar me i mashtruar të tjerë. Thot autori në lidhje me këtë ajet se ata të cilët vazhdojnë me i përgënjeshtu njerëzit, më shumë janë ata për të cilët thirrën për njerëzit të cilët e dëshmojnë argumentin e Allah subhanahu wa taala. Më shumë ata të cilët i mashtrojnë njerëzit në kohën e sotit, sepse librin se cilën ka shkruar autori është për bashkëkohorëve, më shumë ata të cilët vazhdojnë që me i mashtruar njerëzit, edhe me i largu ata nga rruga e vërtetë, janë ata të cilët e pretendojnë se ata janë për njerëzit të cilët e dinë argumentin. Allahu na ruaj prej këtyre. Prandaj
bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala, edhe bindje ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është arma më e fortë kur robi e gjen shpëtimin në dunja edhe në ahiret. Bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe ajeteve të cilat ai ka zbritur në Kur'an, edhe asaj se çka ai ka urdhëruar ty në Kur'an, është për asaj që robi çdo herë e gjen përmirësimin e zemrës tina, çdo herë e gjen përmirësimin e veprave tina në dunja, qofshin ato apo vepra të cilat të afrojnë në ahiret, edhe çdo herë që robi vazhdon me ju bind pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por çdo sunet të cilin na e dina por nuk e kena vepruar hala, vazhdon robi me uafut tek Allahu subhanahu wa taala me këto vepra të cilat i bën. Allah na bëf për atyre që çdo herë e vazhdojnë bindjen ndaj tina. Allah na bëf për atyre që nuk lojmë sunet gjatë jetës tonë pa praktikuar, të cilën e dinë dhe nuk e praktikojnë një herë në jetën tonë. Elusim Allah subhanahu wa taala që me rrit zemrën tonë dhe me na rrit neve për çdo veprë të nifakut, fjalë të nifakut apo dëgjim prej fjalëve të nifakut. Elusim Allah subhanahu wa taala që me na bëj prej të sinqertëve dhe me na rrethu me njerëz të sinqertë, e me na bëj për atyre të cilët do të jenë në xhenet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me shahidat, me njerëzit e sinqertë, me njerëzit e mirë, e ku ka shëqim më të mirë se këta. Walhamdulillahi rabbil alamin.